Kompania Adriatik SHPK u themelua në nëntor të vitit 1993 me ortak themelues shtetasin Ardian Mustafaraj. Në vitin 1998, Mustafaraj dhuron 50% të aksioneve shtetasit Petrit Kovaçi. Në vitin 2007, shoqëria kryen rritje kapitali në vlerën 80 milion lekë si pasojë e fitimeve të realizuara që nga themelimi. Deri në vitin 2013, kjo kompani ka një aktivitet normal, por gjithçka ndryshon në këtë vit, kohë kur Spartak Kovaçi emërohet drejtori ujësiellës kanalizime Durrës. Në dhjetor 13, Ardian Mustafaraj dhe Petrit Kovaçi vendosin për herë të parë që nga themelimi të shpërndajnë dividend në vlerën 290 milion lekë. Nga ky dividend, Petrit Kovaçi vendos t'i dhurojë të birit, drejtori ujësiellës kanalizime Durrës, në dhjetor 2014 100.000 euro, të cilat ky i fundit i deklaron në ILDKPI. Spartak Kovaçi, me njëherë pas emërimit të tij, kujdeset që të sistemojnë në detyrën e drejtorit të trajtimit të ujrave kunatin e ortakut të babait, Olsi Greçeni. Dhe kjo duket se nuk ndodha që rastësisht, por do e detajojmë në vijim të investigimit tonë. Në QKB nuk jepen të dhëna të plota për kompaninë Adriatik SHPK, por, sipas të dhënave analitike të Open Data Albania, kompania që nga themelimi ka pasur një fitim 10, 20, maksimumi 40 milion lekë në vit. Por, viti 2013 do cilte një fitim marramëndës për këtë kompani në vlerën e 155 milion lekëve, ose 4 herë më lartë se mesatarja. Plug investigoi dhe më tej dhe gjeti dokumentacion që të ardhurat e kompanisë Adriatik për vitin 2013 të çojnë në një tjetër investim publik, po në qytetin e Durrësit. Ky investim është marrë në dorëzim nga UKD, ku Spartak Kovaçi është drejtor. Sipas këtij dokumenti, Adriatik SHPK ka qenë nënkontraktor dhe sidomos punojësi tashmë drejtor Olsi Greçeni ka kryer punime në këtë objekt. Edhe kjo kuptohet që ndihmon shumë edhe në mbrojtjen e ekosistemit, por edhe të mjedisit, për të pasur një mbretëri sa më të pastër. Impjanti ka filluar punë në mars të 2013 dhe në varësi të ujësielësit po në këtë vit. Në vitin 2019, kompania Giovanni Putignano & Figli SRL, e regjistruar në QKB, firmos një tjetër kontratë për ndërtimin e ujësiellës kanalizime Lushnje dhe sipas të dhënave, nënkontrakton kompaninë Hidromentori SHPK. Në bilancet e kompanisë Giovanni Putignano & Figli të vitit 2020, rezulton se nënkontraktori kryesor për këtë investim është Adriatik SHPK. Pra, edhe në këtë rast, fondet e dhëna për ujësiellës kanalizime Lushnje përfundojnë te familjarët e Cenoklosit dhe Spartak Kovaçit. Sipas të dhënave të Open Data Albania, rezulton se Adriatik SHPK ka fituar disa procedura tenderuese, prej të cilave edhe në shkelje flagrante të ligjit, ku kompania e babait fiton tender direkt nga institucioni i drejtuar nga i biri. Bëhet fjalë për tenderin e shtatorit të 22-shit, ku autoritet kontraktues është Bashkia Durrës, por projekti është përgatitur nga UKD për sistemimin Kub në rrugën Taulantja. Vlera e projektit mbi 40 milion lekë të reja dhe sipas Open Data nuk ka pasur garë. Pra, e thënë me qartë, Spartak Kovaçi përgatit specifikimet e kushtet e tenderit dhe kriteret për të shpallur fitues rastësisht i plotson vetëm kompania e babait. Ndërsa lidhjet dhe marrëdhëniet mes drejtorëve të rilindjes faktohen të forta, të tilla janë edhe pazaret mes tyre. E këtu na del në skenë dhe lidhjet edhe me 5D në Erion Veliajt, ku dy skemat korruptive gërshetohen mes tyre. Ndërsa 5D drejtorëve të Erion Veliajt fitonin tendera nga OSHE në Durrës, po në të njëjtën periudhë drejtorët e Belinda Ballukut fitonin tendera në Tiranë, pikërisht nga institucionet e drejtuara nga 5D. Madje, në një prej rasteve si kooperim mes dy kompanive, Adriatik SHPK dhe 5D. Nga verifikimet rezultoi se Adriatik SHPK në bashkëpunim me 5D në dhjetor 20 kanë fituar nga Ujësiellës Kanalizime Tiranë tenderin për ndërtim tubacionit transmetimi depot Daias. Vlera e projektit 771 milion lekë, 7.7 milion euro. Një tjetër tender i fituar nga Adriatik SHPK tek UKT është edhe ai për ndërtim linje transmetimi nga Puseta Ysberisht deri në depo kombinat. Vlera 760.000 euro. Në korrik 16, Adriatik SHPK fitoi edhe tenderin furnizimi me ujë në rrugën Thoma Koxhaj. Vlera 400.000 euro. Të gjithë tenderat e fituar nga Adriatik SHPK në UKT janë me flamuj të kuq, çka nuk kupton shkelje dhe pagar. Por jo vetëm kaq. Tenderat e tjerë të fituar nga Adriatik SHPK janë edhe mirëmbajtja e objekteve ndërtimore në Spitalin Psikiatrik në Vlorë nga operatori i blerjeve të përqendruara me vlerë 4.4 milion lekë.
Ky tender është fituar në bashkëpunim me kompaninë Eril B&B, e cila është pjesë e këtij investigimi. Ndërsa i biri drejtonte usjellës kanalizime në Durrës, kompania e babait rezultonte e suksesshme në të gjitha drejtoritë e usjellsave të vendit, që gjithashtu janë në varësi të Belinda Ballukut dhe Ceno Klosit. Në vitin 21, Adriatik SHPK ka fituar një tender të majm nga Bashkia Pogradec. Projekti me vlerë 2.6 milion euro parashikonte ndërtimin e usjellësit të Mokrës, faza 2. Edhe ky tender është me flamur të kuq dhe pagar. Një nga tenderat më flagrant që ka përfituar kompania Adriatik SHPK është ai për sistemimin e rrjetit të ujrave të shiut në zonën urbane të qytetit të Durrësit, faza e parë, projekt i financuar nga programi i rindërtimit. Vlera e këtij tenderi të fituar në tetor 21 është 19 milion euro. Për ta kuptuar më qartë qytetarët e Durrësit, abuzimi me këtë tender është pikërisht arsyeja sepse sa herë bieshi, rrugët e Durrësit përmbyten. Ky projekt parashikonte edhe ndërtimin e një hidrovori të ri shumë larg atij të vjetrit, çka duket se e ka bërë atë jo funksional dhe ende vijojnë testimet me të në kurrizë të qytetarëve, që përmbyten çdo dimër apo periudhë me rreshje. E ndodhur përballë akuzave të mediave, kryebashkiakja e Durrësit Emiliona Sako është përpjekur ta justifikojë dështimin e projektit 19 milion euro me problemet e shpronësimeve, por kjo nuk ka penguar lëvërimin e milionave për kompaninë e Petrit Kovaçit, që gjatë periudhës 22-23 ka marrë 3.3 milion euro. Shkurtimisht, që prej emërimit të Spartak Kovaçit si drejtor të usjellës kanalizime në Durrës, kompania e babait të tij ka njohur një rritje të menjëhershme me një xhiro prej 32 milion euro, të përfituara direkt apo si nën kontraktor, para të cilat do duhet të hetohen nga SPAK, ndërkohë që faturimi i kësaj kompanie për periudhën kohore 14-23 është mbi 37 milion euro.